Kryeministër, nga ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Nga ana tjetër, kemi planifikuar edhe fondin e kushtëzuar për emergjencat civile, që është rreth 10 milion euro dhe është një transfer të kushtëzuar që menaxhohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe do të shpërndahet për njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas një metodologjie dhe e mbështetur në hartën e riskut, që po kryen kjo ministri. Nga ana tjetër, kemi edhe fondin e rezervë të Këshillit Ministrave, me vlerën rreth 25 milion euro, e cila mund të vendoset në dispozicion në varësi dhe të vlerësimeve që do të bëhen nga strukturat përkatëse për sa i përket dëmeve të shkaktuara. Sikundër kemi edhe fondin për digat dhe rezervuarët, i cili është një fond për shpenzime kapitale dhe lidhet me financimin e projekteve që lidhen me sigurimin e digave dhe të rezervuarëve. Dhe ky fond është rreth 5 milion euro. Kështu që në total, nëse do të bënim një vlerësim të fondeve që kemi në dispozicion, vlera shkon mbi 50 milion euro që janë të disponueshme për situatën e krijuar aktualisht.